Policia e Shkodrës ka finalizuar 2 operacione kundër veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve dhe armëmbajtjes pa leje, duke arrestuar 4 persona dhe proceduar penalisht një tjetër. Në kuadër të operacionit policor të koduar Sezoni, zhvilluar pas një hetimi disa mujor me metoda speciale, u arrestuan 3 persona të moshave 20 vjeç dhe 22 vjeç, banues në Ktosh, Koplik dhe Loe Poshtme. Një 34 vjeçar u procedua penalisht në gjendje të lirë. Sipas policisë, të arrestuarit dyshohet se në bashkëpunim me njëri tjetrin, kanë ushtruar gjatë muajve të fundit veprimtarinë kriminale të shitjes, shpërndarjes dhe mbajtjes së lëndëve narkotike. Gjatë kontrolleve u sekuestrua një sasi lëndë dyshuar narkotike, kanabis sativa dhe 5 aparat celular. Policia bën me dije se në kuadër të njëjtit procedim penal, gjatë muajve qershor dhe korrekt 2026, janë arrestuar edhe 4 persona të tjerë. Në një rast të dytë, shërbimet e stacionit të policisë Velipoj arrestuan në flagrancë një 18 vjeçar nga Pula i Plazh. Gjatë kontrollit fizik u gjet një armë zjarri pistolet, ndërsa në banesën e tij u sekuestrua një sasi lëndë e dyshuar narkotike kanabis sativa e ndarë në doza. Materiale proceduriale për të 2 rastet janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.